Deri më tani, kryeministri Edi Rama nuk ka reaguar mbi rastin e Venezuelës. Ju si e lexoni këtë mos reagim ndryshe nga sa ka bërë deri më tani, po themi, Albin Kurti? Apo kjo nuk përbën ndonjë peshë politike apo ndonjë mesazh të caktuar nga ana e kryeministrit Edi Rama? Shikoni, pikës pari se nuk i përgjigja pjesës së pyetjes për Albin Kurtin. Këshilla ime shumë miqësore për Albin Kurtin do ishte që të shikonte hallet e Kosovës para se të merret me hallet e Venezuelës. Unë kuptoj që ai përpiqet merret me politikë dhe po përpiqet që të gjej anën e mirë të administratës Trump, por nuk besoj që është kjo mënyra. Është një mënyrë që nuk, domethënë, mirë bën që i del në krah administratës amerikane, por do bënte mirë që të mendonte hapat e mëtejshëm, hapat e ardhshëm përkashi interesave amerikane në rajon, sepse ata që do ta ndajnë fatin e Albin Kurti, pavarësisht se ai fitoi zgjedhjet me një pothuajse plebishit tani, për mendimin tim ky është vetëm fillimi, duhet parë se si do të organizohet qeverisja dhe ka shumë mundësi që tani me Albin Kurti të mos ketë më asnjë alibi për karshim ndërkombëtarëve dhe të detyrohet të bëj ndërmarr hapa, të cilat do të zhgënjejnë shumë nga ata militantët e tij, të cilët e ndjekin me aq zell, thua se është Krishti i dytë në botë. Unë do thoja që Albin Kurti bën mirë, do bënte mirë të merrej me hallet tona, hallet e Kosovës, se Kosova është e jona, dhe Venezuelën t'ia lër venezuelanëve. Për sa i përket Edi Ramës, sigurisht Edi Rama nuk do të ndjehet, sepse është pjesë në këtë lojë. Edi Rama sigurisht që kur i preken interesat ka reaguar haptasi, duke thënë që drejtësia e re duhet ndryshuar, që kjo është një drejtësi e cila i merr njerëzit në para burgim. Pra, Edi Rama nuk është tërhequr përpara trysnisë ndërkombëtare, ka folur me forcën që i jep bashkëpunimin me Sali Berishën dhe me Ilir Metën dhe me të gjithë anëtarët e tjerë Paris Tiranës për të mbrojtur pozitën e tyre brenda sistemit. Pozita e tij është më e privilegjuara, pra ai do të paguajë çmimin më të lartë. Nuk besoj që do ishte diplomatike për të folur këtu, sepse do merrte një gur dhe do i binte kokës vet. E megjithatë, ai le të flas ose të mos flas, le të prononcohet ose të mos prononcohet. Kjo është një damkë e madhe që do ta ndjek atë, sepse qeverisja e tij është bazuar në këtë lloj kapje të shtetit nga interesa kriminale dhe ndërsa paralelja është qesharake, krahasimi nuk është qesharak as pak, krahasimi është fort i qartë. Në këtë rast, dy dosjet e tij, ose më saktë ajo e Charles McGonigal, ku akuzohet ose dyshohet se i përfshirë kryeministri Edi Rama në korruptimin e ish agentit të FBI-s, dhe nga ana tjetër lidhja e tij me Luftar Hysajn, i cili rezultoi të ishte pjesë e kartelit Sinaloa në Meksik, që u vendos edhe në sanksione nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. A janë këto dy gurët që mund t'i çajnë kokën Edi Ramës? Unë mendoj që duhen ndarë çështjet. Sigurisht duke i parë veçmas, patjetër. Sigurisht që lidhja e tij me kartelet, sidomos me Sinaloan, është një provë e rëndë, një gur i rëndë në shpinën e Edi Ramës dhe qeverisjes së tij, cilën sado që të mundohen e kanë të vështirë që ta anashkalojnë. Mirë, po nuk është kjo çështja thelbësore. Edi Rama është fajtor jo thjesht sepse ka bashkëpunuar me rrjetet ndërkombëtare të karteleve të drogës, po Edi Rama është fajtor sepse ka dobësuar, sepse ka përdorur shtetin shqiptar, ka përdorur pushtetin që i kanë dhënë shqiptarët për të pasuruar veten dhe kriminalët banal që ka rreth vetes. Ky është faji kryesor i Edi Ramës, të mos fillojmë edhe të merremi me Maduron edhe me kartelin e Sinaloa, se të hyjmë atyre dinamikave, sepse mendoj që shmangemi nga thelbi i situatës. Thelbi i situatës është që kemi një pari, sot e kontrolluar në mënyrë shumë të fortë, me dorë të fortë nga kryeministri aktual Edi Rama, por me bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të tjerë, e cila i ka marrë frymën Shqipërisë, e cila e ka bërë Shqipërinë një parajs për kartelet ndërkombëtare të drogës, për kartelet ndërkombëtare të krimit dhe për disa gjëra të tjera
ndërkombëtare akoma dhe më të rënda se sa aq. Sot kemi një Shqipëri që është një çerdhe e hapur, është një han pa porta për spionazhin ndërkombëtar. Sot kemi një Shqipëri e cila një Tiranë e cila luan rolin e Kairos gjatë luftës dytë botërore. Pra, dhe kemi një popull shqiptar të hutuar, të ndarë në 5 shtete në Ballkan, i cili nuk po ndërmerr masat e dukura, të paktën në pjesën e Shqipërisë londineze, për të hyrë në rrugën e drejtë, për ndërtuar një shtet kombë shqiptarëve. Unë mendoj që duhet merremi me këtë dhe t'ja lëm lidhjet me kartelin e Sinaloas, sepse karteli Sinaloas, një pjesë e tij po bashkëpunon me drejtsinë amerikane dhe ne dim shumë pak nga ato që dinë prokurorët amerikanë. Ja sot për shembull, publiku mori vesh që nuk ishte vetëm Maduro që ishte i lidhur me kartelin de los Soles që i thonë ata, por ishte edhe e shoqja që kishte lidhje. Në rastin e Ramës mund të rezultoj po e njëjta gjë, që shumë nga veprimtaritë korruptive, shumë nga veprimtaritë e kapjes së shtetit në hallka të pa dukshme sot, po që dihen nga specialistët, shkojnë në përrjete që kanë të bëjnë jo vetëm me të, jo vetëm me familjarët e tij të afërt, por edhe me bashkëshorte dhe me familjarët bashkëshorteve. Në fakt, në mos gaboj, zonja Karçani ka një lidhje familjare me bashkëshorten e kryeministrit, kështu që aty pastaj fillon një strumbullar tjetër që duhet hapur. Pra, Spaku, ajo që po bën Spaku, është që po ju tregon njerëzve me prova, me fakte, atë që ne e kemi ditur, atë që ne e kemi diskutuar tavolinave, por që njerëzit, sidomos militantët, nuk duan ta besojnë, sepse është normale, kushdo që ka një lloj idhujtarie, nuk do ta besoj. Tani më janë faktet. Tani më ai ka marrë motrën e Baxhanakut ose kunatën e Baxhanakut, e ka vënë në një pozicion që nuk e ka lëvizur që nga fillimi i qeverisë së tij, dhe me këtë kanë kapur shtetin dhe kanë vjedhur miliarda dollar. Dhe i kanë ndarë punët në zyrën e Ergyll Sargasit. Këtë e ka bërë edhe më parë, edhe qeverisja tjetër e mëparshme në forma të tjera. Mjafton që këtyre t'ju shikohet pasuria. Shikojini ku janë sot dhe ku ishin kur hyn në pushtet. Ku janë sot, edhe në opozit këta pasuron. Jo më kur janë në pushtet. Pra, kjo është bërë tani më e qartë, njerëzit nuk duhet kenë më dyshime që këta janë një grup hajnash, të veshur me kollare dhe me kostume brioni, po përsa kohë që ajo ka vlerë për njerëzit, ata do të fitojnë, po unë nuk mendoj që kollarja ose kostumi brioni ka vlerë në qeverisin e një populli, dhe këta kanë vjedhur parat e mia, të tuat, të gjithë shqiptarëve, për të blerë atë kostumin brioni dhe për ta trajtuar ne si sklever. Ky duhet me qenë thelbi i çdo lloj analize mediatike, politike apo çdo gjë tjetër. Duhet parë si është shpëtimi, si dalim nga kjo gjendje përtek kësaj parie. Brenda kësaj parie, unë mendoj që pastaj do ngelemi në rrafshin e thashethemeve politike, me të cilat kjo pari, sepse kontrollon përveç disa mjeteve si ky juaj ose diçka tjetër, paria kontrollon çdo lloj mjeti mediatik. Fuqia e tyre propagandistike është e pafund. Nuk ka asnjë lloj ideje që mbijeton dot në sferën publike në Shqipëri, pa pasur ata një lloj shkelje syri, pa e lejuar ata këtë lloj ideje. Ka ishuj të veçantë, siç është ky portal, por edhe disa të tjerë, por nuk ka mjetet informimit masiv ku njerëzit të mund ta marrin vërtetën. Ky është problemi dhe ndaj dhe ata fitojnë. Ndaj dhe detyra gjithkujt që ndjen veten shqiptar sot është që ne t'ja tregojmë këtë të vërtet njerëzve. T'ju themi, kjo është e vërteta, këta janë këta. Mos i zgjidhni më. Sot iroi Edi Rama në konferencën e fundvitit me gazetarët, po thuaj se mbrojti gjithë aferat korruptive, duke nisur nga Balluku, Akshi, edhe ajo më skandalozja e Ergyll Sargasit, por nga ana tjetër kishte një lloj shqetësimi dhe një lloj shpërthimi në rastet e këtyre aferave, dhe më pas la të kuptohet që ai do të kapet qoftë edhe pas oligarkëve, teksa u pyet për lidhjet e Belinda Ballukut me oligarkët, apo dhe vet ai teksa deklaroi se do të takoj këtë doj sa i përket pjesës së oligarkëve. Ju si e keni lexuar këtë konferencë të Edi Ramës? A është ai tashmë i trembur nga Spaku, apo është duke shtrënguar radhët, po themi, nga ajo që ka ndodhur qoftë me Ballukun, Akshin dhe Agasin? Shikoni, pikë pari duhet vënë në dukje
që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin dhe këtyre rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisin. Madje do thoya që nuk ka dallim midis rrjeteve që qeverisin, rrjeteve që shfrytëzojnë qeverisjen, sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe rrjeteve që marrin tendera dhe para për opozitën. Pra janë të gjithura ngushtësisht të lidhura. Prandaj më parë po thoya që nuk ka dalje brenda kësaj parie, sepse nuk është çështje që arreston Ergys Agasin dhe mbaron koordinimi midis mafias ndërkombëtare dhe qeverisjes. Do të vendoset një Ergys Agas i ri. Do të vendoset një dikush tjetër i ri. Përpara Ergys Agasit ka qenë dikush tjetër që është marrë me këtë punë, ka qenë një njeri që ka qenë kryebashkiak i Durrësit. E të gjithat këto kanë ndodhur nën hundën dhe nën syt e të gjithë njerëzve dhe edhe opozita vet është marrë me çështje sipërfaqësore të cilat nuk shkojnë tek thelbi. Pra kjo është e para që nëse ne shohim sikur Edi Rama do të mbështetet tek oligarkët, ne duket sikur themi që ka dallim midis Edi Ramës dhe oligarkëve. Nuk ka oligark pa Edi Ram, pa Sali Berisha dhe pa Ilir Mete, pa Fatos Nano në ndjer, dhe nuk ka Edi Ram, Fatos Nano, Sali Berisha pa oligarkët. Pra janë të lidhura ngushtësisht, janë dy mekanizma të njëjtit motor. Motori nuk ecën nëse njëri nga mekanizmat nuk funksionon. Nuk mund thuash që nuk e dua unë impjantin elektrik, sepse pa impjantin elektrik nuk të ndizet makina. Kjo është e para. E dyta, sigurisht që ishte paktën në pamje të parë, duke i fort i tensionuar, sikur e kishte kapur rrufa pak kryeministrin, ai zakonisht nuk del me rrufë, po kush e di si e ka pasur hallin. Ishte i tensionuar, sigurisht që foli me një gjuhë më të madhe force se sa flet zakonisht, ai zakonisht fshihet pas tropeve evropiane të një artisti i cili në politik ka rënë rastësisht dhe ende nuk e ndjen veten politikan, fshihet mbas atyre modeleve të koshit të basketbollit në zyrë, e të atyre pikturave që duket sikur nuk janë të një njeriu normal tek zyra e tij. Por këto janë të gjitha fluff, i thonë amerikanët, janë gjitha kasht që nuk ka të bëjë me thelbin. Thelbi është që ai praktikisht në atë dalje foli drejt për drejt kundrejt atyre që kanë në dorë fatin e tij, që është spaku i kontrolluar nga ndërkombëtarët. Pra ai praktikisht shpallin e luftës që unë e pata thënë këtu tek ju para disa muajsh, e bëri të hapur në daljen e tij në fund vit. Ai tha kemi luftë dhe unë do të luftoj deri në fund dhe ju mua nuk më mundni dot, sepse unë kam gjithë këtë thes të madh, trukesh, ndaç politike, ndaç ekonomike, kam mbështetje, ne nuk e lëshojmë këtë. Ajo që unë i thash më parë është që mënyra se si paria e ka shtjelluar këtë lloj faze të sundimit vet edhe më parë, edhe përpara 97-s, ka qenë pikërisht dobësimi i shtetit. Pra, shpeshtimi i vrasjeve, shpeshtimi i krimeve, lënia e shtetit djerë, ose të flasim për atë tubin e Vlorës, që mbeti një qyteti i kryeministrit pa ujë për javë të tëra ose ditë të tëra. Të gjitha këto janë pjesë e dobësimit të kapacitetit të qeverisjes, të shtetbërjes, e cila bëhet me qëllim. Njerëzit mendojnë që ishte nga paaftësia. Jo, nuk është nga paaftësia, bëhet me qëllim.